Pamjet që vijnë nga qendra kulturore e fëmijëve në Lushnjë janë një pasqyrim i qartë i mungesës së vizionit dhe përkushtimit institucional. Prej vitesh, kjo qendër që në thelb duhet jetë djep i talenteve të rinj, është lënë në harres nga një drejtues që jo vetëm nuk ka ide, por shpesh mungon dhe fizikisht në vendin e punës. Qendra kulturore është menduar të jetë një hapësirë zhvillimi për fëmijët, me kurse falas në muzikë, art dhe kulturë, por realiteti është krejt ndryshe. Mungesë aktivitetesh, mungesë talentesh të reja, mungesë funksionimi në kurset bazë, ku mësuesit marrin paga pas një produkt real artistik, veç koncertesh të mbyllura, të ndërtuara për show në rrjetet sociale, gjithçka tjetër mungon. Më shqetësuesja është kthimi i këtij institucioni në një zgjatim të jetës private të drejtuesit, ku muzika e vërtet zvendësohet nga tallavaja dhe festa familjare ngatërohen me detyrime publike. Drejtues pa vizion, por me ambicie për protagonizëm, kanë zhveshur këtë qendër nga misioni i saj vërtet, kultivimi i brezave të rinj me vlera kulturore. Institucionet përkatëse duhet të marrin masa, sepse kjo nuk është vetëm një çështje drejtimi, por një plagë në zemër të jetës kulturore të një qyteti që meriton më shumë. A do të vijojë të drejtohet një institucion kulture si Lokal Lagje, apo është koha për ndryshim real?